Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Javën e fundit të shërbimit ushtarak, një vendim i papritur do të ndryshojë dy jetë përgjithmonë. Ajo është Erkan nga Stambolli. Ajo është Diçle, një vajzë e pafajshme që nuk ka njohur kur botën përtej fshatit të saj. Një martesë për të shpëtuar jetën, një udhëtim drejt qytetit të madh. Dhe një familje e fuqishme që nuk është gati të përballet me të vërtetën. Sevdim Sensin rrëfen historinë e dy jetëve që ndryshojnë rrënjësisht pas një njohje të papritur mes Erkanit, një djale nga Stambolli që në javën e fundit të shërbimit ushtarak shkon për të ndihmuar banorët e një fshati të largët, dhe Diçles, një vajze që nuk ka dalë kur jashtë atij fshati. Në trailerin e publikuar, shfaqen pamjet e para të udhëtimit të Dikles drejt Stambollit pas martesës me Erkanin. Ndërsa familja Aldur planifikon të ardhmen e djalit të tyre që pritet të kthehet nga ushtria, ardhja e papritur e Erkanit në vilë së bashku me Diçlen, me të cilën u martua për t'i shpëtuar jetën, paralajmëron zhvillime të forta dhe tronditëse. Përpjekjet e Diçles për të përshtatur me jetën e qytetit të madh, si dhe vështrimet plot admirime të cilat Erkani ndjek pafajësinë e saj, tregojnë se publiku e pret një histori dashurie të gukshimshme, emocionale dhe mbresëlënse.